Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë IDU ka miratuar një rezolut të propozuar nga Partia Demokratike, përmes së cilës thuhet se integrimi është duke ecur me hapa të ngadalë për shkak të korrupsionit. Rezoluta dënojnë ndjekjet penale të motivuara politikisht, siç evidentojnë dhe Sali Berishës, Fatmir Mediut dhe Ilir Metës. Për këtë rezolut ka reaguar edhe Partia e Lirisë. Pikërisht me deputetin e Partisë së Lirisë, zotin Tedi Blushi, do të flasim më gjërësisht mbi këtë rezolut dhe jo vetëm. Zoti Blushi, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit juve për ftesën. Zoti Blushi, çfarë shpreh rezoluta më konkretisht? Kjo është rezoluta e 8 ndërkombëtare për Shqipërinë, pra nuk është hera e parë që miratohet një rezolutë e ngjashme, e cila në thelbin e vet ngre ose më saktë konstaton jo vetëm ato denoncime shumë të drejta dhe të vërteta të opozitës shqiptare sa i përket degradimit të standardeve të një shteti demokratik dhe ligjor, por mbi të gjitha faktin që narkoregjimi i Edi Ramës është bërë pengesë për procesin e integrimit, pikërisht nëpërmjet kapjes së të gjitha institucioneve të pavarura në vend, korruptimin dhe kriminalizimin e çdo zyre shteti dhe në veçanti faktin që evidentohet shumë qartë edhe në këtë rezolutë shndrimin e drejtësisë në një vegël politike ndëshkimore të Edi Ramës për kundërshtarët e tij politike, në veçanti për tre drejtuesit kryesor të opozitës shqiptare, ndaj profesor Dr. Sali Berishës, presidentit të Partisë së Lirisë zotit Ilir Meta, si dhe kryetarit të Partisë Republikane Fatmir Mediu. Pra, në vija të përgjithshme është një denoncim ndërkombëtar i narkoregjimit Edi Ramës dhe pasojave që ky ka shkaktuar pra pasojave të keqeverisë, të cilat janë bërë shkak për pengimin e procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Nuk mund të ketë integrim të një shteti në Bashkimin Evropian kur qeveria në pushtet nëpërmjet kriminalizimit dhe korruptimit të çdo zyre shteti, nëpërmjet kapjes institucioneve, është bërë pengesë sa i përket drejturisë së procesit të integrimit evropian. Ky është thelbi, pra, i një rezolute e cila e theksoj është e 8-ta, sepse kemi patur edhe rezoluta të tjera të ngjashme ndaj nga organizata botërore, pra që përfaqësojnë grupimet më të mëdha të partive, jo vetëm të djathta, por edhe të qendrës së djathtë e të tjera, të cilat në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian janë partitë të cilat aktualisht duhet theksuar janë parti në pushtet. Sa ndikim ka kjo rezolut në zhvillimet e brendshme politike dhe në integrimin e vendit, nëse kujtojmë se ajo është propozuar nga Partia Demokratike e përfaqësuar në këtë forum në Zagreb, pikërisht nga Sali Berisha? Të mos harrojmë që miratimi i një rezolute nuk është thjesht vetëm vullnet i një force të caktuar politike. Jo më kote theksova që shumica e vendeve të Bashkimit Evropian drejtohen pikërisht nga këto parti të djathta, të cilat janë sot në pushtet, dhe pavarësisht se kush e propozon tekstin e një rezolute, miratimi i saj në unanimitet tregon se të gjithë, pra rasti konkret në forumi i IDU-s, tregon që të gjitha pra partitë e qendrës së djathtë në rastin konkret dhe partitë e djathta në unison denoncojnë mënyrën se si Edi Rama po qeverisë Shqipërinë, një mënyrë e cila sipas tyre, pra e thënë në vija të trasha, në vija të përgjithshme, për ta bërë sa më të kuptueshme për ata që na ndjekin, është identifikuar, është certifikuar si pengesë sa i përket ecurisë Shqipërisë drejt familjes evropiane. Pra, me një qeveri si kjo e Edi Ramës, që ka kapur përfytje të gjitha institucionet, që ndronë në pushtet sipas atyre që vetë rezoluta i ka identifikuar si autokracia elektorale, pra nëpërmjet farsave zgjedhore, sikur e pam qartësisht edhe në 11 maj, një regjim i cili jo vetëm ka kapur institucionet, por më e rrezikshme në raport edhe me liritë të drejtat e njeriut, ka kapur përfyti edhe drejtësinë, është një qeveri e cila nuk e afron vendin në Bashkimin Evropian, përkundrazi bëhet pengesa kryesore
për këtë proces. Për të rikthyer edhe një herë tek pyetja juaj, sa ndikon kjo rezolutë në politikën e brendshme, sigurisht është një rezolutë e cila e theksoi, certifikon të gjithë denoncimet e drejta të opozitës, është një rezolutë e cila në vetvete jo vetëm i jep të drejtë qëndrimeve të opozitës, por i jep të drejtë të gjithë atyre propozimeve, pra qëndrimeve të saj koherente të drejta në raport me standardet demokratike dhe europiane të mënyrës se si duhet të funksionojë një vend demokratik. Ndaj kushdo që i ka sy në ballë, kushdo që di të lexojë shkurt, qartë dhe thjesht një tekst rezolute, besoj nuk ka nevojë për komente të tepërta nga ana ime për t'ia përkthyer përmbajtjen e kësaj rezolute. Është një rezolutë e qartë si drita e diellit, me Edi Ramën nuk mund të ketë integrim në Bashkimin Evropian. I referojmë këtij fakti sepse të mos harrojmë që integrimi në BE ka qenë dhe vijon të jetë pjesë e retorikës dhe propagandës të gënjeshtër të Edi Ramës, por besoj rezoluta e tha qartë që me Edi Rama në pushtet jo vetëm nuk mund të ketë integrim evropian, por me çdo ditë që Edi Rama qëndron në pushtet, ky proces shtyhet edhe me një ditë më shumë. Zoti Blushi, cilat janë pritshmëritë tuaj nga procesi ndaj zotit Meta, i cili në fakt e përshëndeti nga burgu këtë rezolutë? Qëndrimet ndaj këtij procesi në gjykimin ton për jo vetëm farsë politik, një proces fund e krye kriminal, besoj që janë shprehur qartë edhe në tekstin e kësaj rezolute, por unë dua t'ju evidentoj faktin që standardet e këtij procesi, që nuk ka asnjë lidhje me proces të rregullt ligjor, janë identike me standardet e rrëmbimit mafios të zotit Meta, janë identike me standardet e hetimit kriminal të bërë ndaj tij, hetimi i cili edhe pse është shtrirë në 34 apo 35 vite angazhim publik dhe politik të zotit Meta, nuk kanë mundur të zbulojnë qoftë edhe një provë. Pra një provë, një tekst mesazhi, një akt, një vendim, 100 darkë të paligjshme, 1 metër katror të paligjshme të zotit Meta. Janë identike këto standardet të këtij gjykimi, identike me standardet e paraburgimit të zotit Meta, standardet shenjëzore kriminale që nuk kanë asnjë lidhje me liritë të drejta themelore të njeriut, përfshirë të drejtat e tij politike, standardet të cilat janë denoncuar në mënyrë konstante, jo vetëm nga një institucion kushtetues si Avokati i Popullit me të paktën 2 raporte, por tani së fundmi edhe nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, i cili ka konstatuar denoncimet e vërteta të cilën shenjëzore kriminale të zotit Meta në paraburgim, dhe kjo ndodh thjesht vetëm për faktin se realisht drejtori, përgjithësi i seksionit apo gardiani i burgut 313 nuk është askush tjetër përveç Edi Ramës. Edi Rama është ai që e rrëmbeu zotin Meta, Edi Rama është ai i cili ka urdhëruar dhe ka kryer hetimin ndaj zotit Meta, Edi Rama sot gardiani i EPV-s Jordan Micja, Edi Rama është edhe gjyqtari i zotit Meta. Them është edhe gjyqtari sepse besoj që i patë që seanca e parë e gjykimit në themel nuk arriti dot të garantonte një standard minimal të një procesi të rregullt, ligjor dhe gjyqësor. Mbyllja e zotit Meta në kafas referuar një precedenti të 0.01% të çështjeve që zhvillohen jo vetëm në Francë, por në të gjithë Europën, pra sjellja e precedentit të futjes në kafat xhami të një terroristi maroken, nuk ishte as as francez, i cili u detyrua gjykata ta mbylte në kafat xhami për shkak sepse ishte i vetmi mbijetuar nga sulme terroriste vitit 2015 në Paris, dhe jo vetëm fakti që ai ishte një kamikaz i mbijetuar, i cili edhe në salë gjyqi shpekte hapur përkatësinë e tij për shtetin e ISIS-it, por në radhë të parë për vetë faktin që familjet e viktimave kanë qenë të pranishme në sallën e gjyqit. Tani ky precedent sillet në sallën e gjyqit, dhe ndërkohë gjykata në vend të referojë rastit Sarkozy apo rastit të 99% të proceseve gjyqësore
në Francë përdor dhe sjell si shembull rastin e terroristit maroken dhe mbi të gjitha për të mos harrojmë faktin që kjo e ashtu quajtur drejtësia e re nuk mundi dot të garantonte as standardet e sa quajtur drejtësi të vjetër, standardet të cilat janë vendosur 33 apo 35 vite më parë. Dua të sjell në vëmendje proceset me interes shumë të lartë publik, si ato të ngjarjeve të 2 prillit 91, proceset gjyqësore ndaj ish udhëheqjes së lartë komuniste, të gjitha akuzuar me vepra shumë të rënda penale, pra krime kundër njerëzimit, gjyqet ndaj ish-kryeministit të ndjer Fatos Nano, apo gjyqet ndaj grupit i cili u akuzua për vrasjen e liderit të dhjetorit në Ndjeta Zemadari, pjesë e cilëve janë dënuar tani më edhe me burgim të përjetshëm, kanë qenë procese gjyqësore të cilat kanë respektuar standardet minimale të një procesi të rregullt dhe të drejtë ligjor dhe mbi të gjitha kanë qenë publike pikërisht për shkak të interesit të lartë publik. Nuk ka sot një zyrtar të dytë në historinë e vendit, sesa zoti Ilir Meta, i cili ka mbajtur një herë 3 funksionet më të larta shtetërore, pra postën e presidentit të Republikës, kryeministit, kryetarit të kuvendit, interesi publik ndaj hetimit të tij dhe sidomos ndaj gjykimit ka interes të lartë, por fakti që mediat refuzohen me urdhër, me vendim gjykate të paligjshëm, të pambështetur në asnjë rregullore në të vërtetë, nuk tregon asgjë tjetër veçse tmerrin që ka Edi Rama nga transparenca e këtij procesi gjyqësor, i cili do të nxirrte në dritë të diellit jo vetëm standardet kriminale të hetimit ndaj tij, një hetim i cili e theksova edhe më sipër, nuk ka prodhuar dhe nuk ka mundur të gjejë as edhe një provë të vetme kundër zotit Meta, as edhe një mesazh, por gjithashtu janë standarde të cilat vërtetojnë së miri tmerrin që ka Edi Rama nga fakti që ky proces gjyqësor në rast se do të jetë publik, do të nxjerrë pikërisht në ditë të diellit faktin që jo vetëm rrëmbimi kriminal, jo vetëm hetimi kriminal, por edhe standardet kriminale dhe njerëzore të paraburgimit të zotit Meta e identifikojnë qartë Edi Ramën si rrëmbyesin, hetuesin, gardianin dhe tani më edhe gjyqtarin e zotit Meta. Zoti Blushi, duke marrë parasysh të gjitha këto që sapo ju thatë. Duke marrë parasysh të gjitha këto që sapo ju thatë, fazën ku ndodhet procesi dhe nëse i referohemi faktit se Meta ka 2 vite në paraburgim dhe kërkesa e tij për ndryshim mase nuk është pranuar nga të gjitha shkallët e gjykimit, a ka i besim tek drejtësia? Në fakt të keq besim i drejtësisë ka për përfytje nga Edi Rama, nuk besoj se ka shqiptar që ka sy në ballë dhe që ka vullnetin të ketë dëshirë për një drejtësi të paanshme, një drejtësi e cila e thash nuk respekton as standardet më minimale të një procesi të rregullt, ligjor dhe gjyqësor. Nuk mund të kesh besim në drejtësinë e gjyqtarëve të Lanës, të kesh besim në drejtësinë e gjyqtarëve që prodhoi Ramaforma, George Sorosi dhe Charles Megonigali. Ata janë grush bashkuar rreth Edi Ramës, gjyqtarë të cilët pjesa dërmuese e cilëve janë në presion konstant nga SPAFU. Mos harrojmë që të gjithë gjyqtarët janë sot në përgjigje dhe survejim 24 nga SPAFU, por nuk është ky thjesht dhe vetëm problemi. Problemi vetëm është kapja përfyti e reformës së drejtësisë, të shndruar tani më në një Ramaform, që aq bukur e tha Charles Megonigali, ka krijuar mundësi të mëdha vetëm për Edi Ramën dhe për mafjen ndërkombëtare, por ka sjell posto shumë të rënda për qytetarët e thjeshtë shqiptarë dhe mjafton të kujtoj kapicën e dosjeve stok, largimin e aksesit nga drejtësia të qytetarëve dhe mbi të gjitha arritjen e kostove të pamerituara të tyre për përballuar këto procese gjyqësore. Ndaj është domosdoshmëri, janë paralajmërimet të cilat zoti Meta e ka bërë në kohë, ku jo pak kishin dyshime mbi vërtetësinë e deklaratave të tij, por koha i dha të drejtë zotit Meta që kapja përfyti e drejtësisë do të sillte në fakt këto pasoja katastrofike, jo vetëm për zotin Meta, por në radh parë për çdo qytetar të Republikës të Shqipërisë, i cili sot e ka të pamundur të ketë le të themi një drejtësi të paanshme, të vërtetë, të drejtë
të rregullt në raport me pritshmëri dhe në raport me atë se çfarë ju premtua, dhe besoj sondazhet shumë tronditse të rezultatet e cilave u publikuan pikërisht pas vrasjes së gjyqtarit të Ndir Kalaja në sallën e gjyqit, besoj janë treguesi më qartë se si e percepton, se si e ndjen realisht në lëkurën e vet çdo qytetar i Republikës pasojat e kësaj të ashtuar reformë në drejtësi. Nuk mund të kesh iluzionin më të vogël për gjoja një drejtësi të paanshme, të rregullt ligjore, sipas standardeve demokratike, një drejtësi që respekton kushtetutën apo qoftë edhe Konventin Evropian për Drejtat e Njerëzit, kur në të njëjtën kohë të duhet të pohosh që jeton në një regjim. Asnjë drejtësi që funksionon në një regjim nuk mund të quhet drejtësi e pavarur. Është një drejtësi e kapur përfyti nga Edi Rama dhe pasojat e së cilës e theksoi nuk po i vuan thjesht dhe vetëm zoti Meta, por po i vuan të gjithë shqiptarët, ndaj dhe sikundër ai e ka theksuar, fitoria e kësaj betejë në radhë parë do të jetë jo thjesht dhe vetëm një fitore personale, betejën e tij personale zoti Meta e ka të sigurt fitoren, por do të jetë një fitore në radhë të parë për liritë dhe të drejtat e çdo qytetari në Republikën e Shqipërisë i cili e meriton të ketë një drejtësi të vërtet të paanshme dhe të pavarur. Zoti Blushi, të falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi që të kisha në këtë lidhje drejt për drejt dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ju falenderoj, ishte kënaqësi dhe më lejoni edhe një herë të përsëris thirrjen time dërtuar të gjithë mediave për të qenë të pranishme në të gjithë seancat gjyqësore në procesin ndaj zotit Meta, sepse në radhë parë kjo është një betejë të cilën duhet i prini dhe ju gazetarët, sepse është një betejë thjesht dhe vetëm në funksion të transparencës dhe llogaridhënies maksimale. Kështu që uroj dhe shpresoj shumë që seancat e vijim të jenë publike. Nëse ato do të jenë me dyert hapura, natyrisht që edhe vëmendja e mediave natyrisht që do të jetë e gjitha e përkushtuar pikërisht aty. Uroj dhe ju ftoj të mos dorëzoni, por të kërkoni që çdo seancë nga sekonda e parë deri në sekondën e fundit të seancës së fundit të jenë publike, që edhe ju të keni mundësinë ta transmetoni live këto seanca. Ju falenderoj. Të falenderoj edhe një herë zoti Blushi.